Përshëndetje miq. Në këtë rrëfim do t'ju tregoj një histori sa të pazakont aq edhe tronditëse. Një ngjarje që ndodhi në ditën më të bukur të një çifti të ri, ditën e dasmës së tyre. Tradita thot se dasma është çasti kur familjet bashkohen, kur dhëndri dhe nusja fillojnë një jetë të re, të mbushur me dashuri e shpresa. Por, nganjëherë, fati sjell situata të çuditshme që askush nuk i pret. Në këtë histori, gjithçka fillon me një dasmë madhështore, me muzikë, valle, të afër me miq të mbledhur bashk për të festuar. Nusja e bukur dhe dhëndri emocionuar ndajnë çdo hap me buzëqeshje. Por, mes këtij gëzimi, një moment i papritur kthehet në pikën më të përfolur të natës. Vjehra, në vend që të ruaj dinjitetin dhe të përqafoj thjesht dhëndrin si djalin e ri të familjes, befa se puth para të gjithëve. Ky veprim i çuditshëm ndez habi, turp dhe tension. Disa të ftuar mendojnë se ishte një shaka, disa të tjerë marrin si një shenjë që fshet diçka më të madhe pas saj. Çfarë fshihet pas këtij gjesti? Ishte një gabim nga emocionet e momentit apo një sekret i vjetër që po dilte në sipërfaqe? Dasma që pritej prej vitesh. Qyteti i vogël ishte ndezur atë ditë. Përreth rrugëve, njerëzit shiheshin të veshur me rroba të bukura, gratë me fustane ngjyrash të ndezura, burrat me kostume të zeza agri. Të gjithë duke ecur drejt një salle të madhe ku muzika e qiftelive, klarinetës dhe daulleve dëgjohej deri larg. Ishte një ditë e veçantë, sepse ishte dita e dasmës së Arbenit dhe Elirës. Arbeni, një djalë i rritur në një familje të thjeshtë, punëtor dhe i ndershëm, kishte bërë emër të mirë në qytet. Ai kishte punuar vite të tëra në emigracion, kishte kursyer çdo monedhë, vetëm që të ndërtonte një të ardhme më të mirë. Elira, një vajzë e njohur për bukurinë dhe butësinë e saj, ishte rritur në një familje me tradita të forta, e rrethuar nga dashuria e nënës së saj dhe respekti i komunitetit. Dasma e tyre nuk ishte vetëm bashkimi i dy të rinjve, por edhe një ngjarje për gjithë lagjen. Njerëzit prisnin me padurim të shihnin çiftin e ri të dalë para të gjithëve, të shijonin ushqimet e shijshme, të hidhnin valle nën tingujt e muzikës popullore dhe të festonin deri në mëngjes. Salla ku u mbajt dasma ishte stolisur me lule të bardha dhe drita që shkëlqenin si yje. Në mes të saj, tavolina e nuses dhe dhëndrit ishte zbukuruar me një qilim të kuq të gjatë, duke u dhënë atyre vendin më të nderuar. Në njërën anë të sallës qëndronin familjarët e Elirës, në anën tjetër miqt dhe të afërmit e Arbenit. Muzika filloi, dhe me të edhe hapat e parë të çiftit që hyn në sallë. Të gjithë u ngritën në këmbë, duart trokitën me ngrohtësi, disa qanin nga emocionet. Nusja e veshur me fustan të bardhë të gjatë duke sikur fluturonte mbi qilimin, ndërsa dhëndri i mbante dorën fort, krenar dhe i lumtur. Por mes gjithë atij gëzimi, kishte sy që shikonin më ndryshe. Në fund të sallës, ulur në një karrige të mbuluar me pëlhur të bardhë, qëndronte Mira, nëna e Arbenit, vjehra e Elirës. Një grua rreth të 50-tave, me flokë të gjatë të lidhur pas dhe me sy që shndrisnin si të rinis. Ajo nuk duke e thjesht, veshur me një fustan të zi elegant, me një shall të hollë mbi supe. Ajo binte në sy më shumë se çdo grua tjetër aty. Shumë e njihnin Mirën si një grua krenare, me një të kaluar që pak e dinin plotësisht. Kishte diçka tek ajo që nuk shuhej, një lloj force dhe bukurie që sfidonte moshën. Shumë thoshin se, edhe pse kishte mbetur e ve, ajo duke gjithmonë më e re se vitet e saj. Kur Arbeni dhe Elira hyn në sallë, Mira u ngrit në këmbë, sytë e saj u mbushën me lot, por buzëqeshja që shfaqte nuk ishte krejt e qartë. Ishte një buzëqeshje që fshehte diçka që askush nuk e kishte vënë re deri atëherë. Shikimet e fshehta. Dasma vazhdonte me hare. Muzikantët nuk pushonin, dhe këngët ndëronin njëra tjetrën si valët e detit. Mysafirët kërcenin, qeshnin, pinin verë dhe rakia rrithte në përgota pa u ndalur. Arbeni ecte her pas here mes tavolinave, për të përshëndetur të afërmit, për t'u dhënë dorën burrave dhe për t'i falënderuar. Elira qëndronte kryesisht pranë nënës së saj, duke marrë përqafime nga gratë që i thoshin: "Qofshe lumtur, bija ime. Zoti të bekoft." Por, mes gjithë këtyre urimeve, shikimi i Mirës nuk ndahej nga dhëndri. Ajo e shikonte Arbenin me një vëmendje që nuk i shpëtoi syrit askujt të vëmendshëm. Ishte një shikim i gjatë, i mbushur me një lloj ndjenje që nuk përkonte me figurën e një nëne.
Një nga hallat e Arbenit, që ishte ulur pranë Mirës, i tha me shaka: "Oj Mira, dukesh sikur e ke marrë dhëndrin për vete. Si po e shikon ashtu gjithë kohën?" Mira u kthye me një buzëqeshje të lehtë, duke u përpjekur ta kthente në shaka: Është djali im, moj hall. Çfarë ke? Sot është dita e tij më e madhe." Por brenda saj, zemra i rrihte fort. Në çdo hap që hidhte Arbeni, ajo ndjente një emocion të çuditshëm, një ndjenjë që duhej ta kishte mbyllur thellë në shpirt vite më parë. Në momentin kur dhëndri u afrua për t'i dhënë dorën dhe për t'i puthur dorën në shenjë respekti, Mira u ngrit dhe ja shtrëngoi fort duart. Ai e pa në sy, i buzëqeshi dhe i tha: "Faleminderit, nën, për gjithçka ke bërë për mua. Sot jam njeriu më i lumtur në botë." Mira u dridh. Në ato fjalë kishte një thikë që ia çante zemrën. Dhe në atë çast, para syve të dhëndrit, ajo u ndje sikur ishte kthyer vite pas, kur ishte një grua e re, kur bota i duke ndryshe, kur sytë e saj nuk e kishin humbur shpresën. Por ajo e dinte, nuk duhej, ishte e ndaluar, ishte mëkat, ishte turp. Dhe prap, diçka brenda saj i thoshte se nuk mund të qëndronte më në heshtje. Puthja e ndaluar. Ora kishte kaluar mesnatën. Muzika vazhdonte, dhe në sallë ishte ngritur një hare e papar. Nusja dhe dhëndri po kërcenin vallen e tyre të parë si çift i martuar. Të gjithë duartrokisnin dhe thërisnin: "Rofshi, rofshi." Në fund të vallës, Arbeni u përkul dhe i dha Elirës një puthje të lehtë në ball. Të gjithë duartrokitën edhe më shumë, por në atë moment, Mira u ngrit nga vendi. Sytë e saj ishin të përlotur, dhe pa menduar gjatë, ajo kaloi mes njerëzve dhe ju afrua djalit. "Eja këtu, bir," tha ajo me një zë që u dridh. Arbeni, i emocionuar, ju afrua me buzëqeshje. Mendoi se ajo do ta përqafonte si gjithmonë, por papritur, në mes të sallës, para syve të nuses, të të afërmve dhe të gjithë mysafirëve, Mira e mori për fytyrë dhe e puthi në buzë. Heshtje. Një heshtje që ra si rufe mbi sallën plot zhurmë. Elira mbeti pa frymë. Muzikantët u ndalën. Të ftuarit nisën të përshpëritnin mes tyre, disa u ngritën në këmbë, të tjerë u kapën për koke. Arbeni u ngrirë. Nuk lëvizi për disa sekonda, nuk e besonte çfarë kishte ndodhur. Pastaj u tërhoq me hap të shpejt, duke parë rreth e rrotull, i hutuar, i turpëruar. Elira, me fytyrën e bardhë si letra, i hodhi syt nga nëna e burrit. Në zemrën e saj lindën pyetje të dhimbshme. Çfarë ishte kjo? Pse e bëri? Ishte një gabim i momentit, apo diçka më e thellë që fshihej pas? Në sallë shpërthyen zërat. Çfarë bëri kjo? Turp. S'ka ndodhur kurrë një gjë e tillë. Mira qëndronte aty, duke marrë frymë rënd, me sytë e mbushur me lot. Nuk dinte çfarë kishte bërë. Ishte si e shtyr nga një forcë që nuk e kontrolloi dot. Dhe atë natë, dasma që duhej të ishte më e bukura, u kthye në një mister të errët që do t'i përndishte të gjithë për vite me radhë. Heshtja e rënd. Salla e dasmës ishte mbuluar nga një heshtje rënd, si një re që ulej mbi kokat e të gjithëve. Muzikantët rinin me instrumentet në duar, të hutuar, duke parë njëri tjetrin si për të pyetur: "A duhet të vazhdojmë?" Elira qëndronte e ngrirë, ende e mbërthyer nga pamja e asaj që ndodhi. Në zemrën e saj kishte shpërthyer një furtunë. Një dhimbje e thellë i shpoi shpirtin, si të ishte tradhtuar në çastin më të lumtur të jetës. Arbeni, ende i hutuar, ju afrua nuses dhe i tha me zë të ulët: "Elira, unë nuk e di çfarë ndodhi." Por ajo u tërhoq, duke i hequr dorën. "Si mund të ndodhte kjo, Arben?" pyeti ajo, me lot që i rridhnin në faqe. Nga tavolinat filluan të ngriheshin zëra. "Kjo është turp i madh." Si guxoi ajo grua. Një dasmë që do mbahet mend për keq. Disa gra u ngritën dhe shkuan pranë Elirës për ta ngushëlluar, ndërsa burrat nisën të shikonin me sy të rrept Mirën, që ende qëndronte në mes të sallës, me sytë e skuqur nga lotët. Një burr i moshuar, gjagja i Arbenit, e ngriti zërin. "Mira, çfarë ishte kjo? A e kupton çfarë bëre para gjithë njerëzve?" Mira hapi gojën, por nuk doli asnjë fjalë.
Ishte si e mbërthyer nga një mallkim i vjetër, si një sekret që nuk donte të dalë, por tashmë ishte hapur para të gjithëve. Të ftuarit shpërthejnë. Në sallë nisi një rrëmuj. Disa të ftuar filluan të ngriheshin nga vendet e tyre, duke diskutuar me zë të lartë. Gratë përshpëritnin mes tyre, disa kapeshin për koke, disa të tjera nuk pushonin së pyeturi. A është normale kjo? Çfarë lidhje ka me dhëndrin që të bëj një gjë të tillë? Një kushëri e lirës, i nxehur nga turpi, tha me zë të lartë. Kjo nuk është thjesht një gabim, kjo është poshtërim për nusen ton. Elira nisi të qajmë me dënesë, ndërsa shoqet e saj e rrethuan duke mbajtur në krah. Ajo nuk mund ta duronte idenë që nëna e burrit të saj të kishte guxuar të bënte një gjest të tillë. Arbeni, i shtrënguar mes dy botëve, u kthye nga Mira dhe i tha me zë të dridhur: "Nën, pse e bëre? Çfarë të shtyu të bësh një gjë të tillë para të gjithëve?" Mira ngriti syt drejt tij, të lagur nga lotët. Buzët i dridheshin, por ajo nuk foli. Vetëm shikimi i saj fliste, një shikim i mbushur me dashuri të ndaluar, me dhimbje të pathënë, me sekrete që nuk guxonte t'i nxirrte në dritë. Dikush nga familja e Elirës tha: "Nëse kjo nuk sqarohet sot, kjo dasmë është e prishur. Nuk ka martesë që të filloj me turp të tillë." Dhe salla shpërtheu në debate, një pjesë duke kërkuar të vazhdojë festa, një pjesë tjetër duke thënë se nuk kishte më kuptim. Sekreti i fshehur. Arbeni e kapi nënën nga krahu dhe nxori paksa anash, larg syve të turmës, por përshpëritjet e njerëzve e ndiqnin kudo. "Nën, të lutem, ma thuaj, pse e bëre? Mos vallë ka diçka që nuk e di." Mira dridhej. Lotët i rridhnin pa ndalur. Ajo i mori duart e të birit dhe i shtrëngoi fort. "Arben, bir, ti nuk e kupton, unë nuk duhej të lejoja të ndodhte kjo dasmë." Arbeni u trondit. "Çfarë po thua? Çfarë ka kjo martesë?" Mira uli kokën, sikur e mbërthyer nga një faj i madh. "Ka gjëra që nuk i kam treguar kurrë. Sekrete që i mbajta për vite me radhë. Dhe sot, nuk munda më të duroj." Ai u tërhoq një hap prapa, duke e parë si hutuar. "Cilat sekrete, nën? Të lutem, më thuaj të vërtetën." Mira e dinte. Ose do të fliste atë natë, ose gjithë jeta e tyre do të mbetej nën hijen e turpit. Por fjalët ishin si thika që nuk kishte guxim t'i nxirrte nga gjoksi. Në sallë, ndërkohë, njerëzit po bëheshin gjithnjë më të paduruar. Elira, me zemrën e thyer, shikonte burrin e saj dhe mendonte: "Nëse ai fshet diçka bashkë me nënën e tij, atëherë kjo martesë është e humbur që sot." Dhe nata që duhej të ishte më e lumtura e jetës së tyre, sapo ishte kthyer në një enigmë të errët, ku dashuria dhe turpi përziheshin si dy armiq të përjetshëm. Përplasja e familjeve. Salla ishte kthyer në një arenë debatesh. Në njërin anë, familja e Elirës që kërkonte sqarime, në anën tjetër, të afërmit e Arbenit që përpiqeshin ta mbronin Mirën duke thënë: "Ishte vetëm një puthje nga emocioni, mos e bëni kaq të madhe." Por kushëriri i parë i Elirës u ngrit në këmbë dhe tha me zë të lartë: "Emocion. A e dini çfarë do të thotë të puthësh dhëndrin në buzë ditën e dasmës? Kjo është njollë që nuk hiqet." Nëna e Elirës, një grua e fortë dhe e drejtë, nuk duroi më. Ajo u afrua drejt Mirës dhe i tha: "Çfarë ke me vajzën time? Pse e turpërove para gjithë botës? A nuk mjafton që na e more djalin? Tani do ta prishësh edhe nusen." Mira nuk foli. Lotët i rridhnin në faqe, por buzët e saj ishin të mbyllura fort. Brenda vetes ndjente se nëse fliste, do të shkatëronte gjithçka. Arbeni u fut mes tyre, duke u lutur: "Ju lutem, kjo është nata jon, mos e ktheni në luftë." Por fjala e tij nuk i ndali dot. Njerëzit ishin ndezur. Fjalët u kthyen në akuzat në ulërima. Dasma po shkatërohej cop e qik. Arbeni mes dy zjarresh. Arbeni ishte i shkatëruar. Nga njëra anë, nusja e tij e parë, gruaja që kishte dashur me gjithë zemër, po e shikonte me sy të thyer, sikur t'i thoshte: "Më ke tradhtuar." Nga ana tjetër, nëna e tij, gruaja që e kishte rritur, po dridhej nga një sekret i fshehtë që rëndonte si një mal mbi shpinë. Ai ju afrua Elirës,
e mori përdore dhe i tha: Elira, të betohem se nuk e dija. Nuk e prisja kur që nëna ime të bënte këtë. Të lutem, më beso. Elira, me slotëve, u kthye nga ai dhe i tha: Arben, unë të dua, por kjo që ndodhi nuk është gjë e vogël. Nuk është vetëm një gabim. Është një shenjë e keqe për martesën tonë. Arbeni u dridh. Jo, nuk është shenjë. Është një moment i çmendurie. Unë do ta zbuloj pse ndodhi dhe do të bëj gjithçka që të ta provoj dashurinë time. Por në brendësi të tij, një frikë e ftohtë po rritej. Çfarë ishte ajo që e shtyu nënën të bënte një gjë të tillë? Dhe pse kishte thënë se dasma nuk duhej të ndodhte? Rrëfimi i parë i mirës. Pasi zhurma në sallë u qetësua pak, Arbeni e kapi nënën nga krahu dhe nxori jashtë sallës, në një korridor të errët ku dritat ishin më të zbehta. Era e natës hynte nga një dritare e hapur, duke sjell një freski që nuk e largonte dot tensionin. Nën, tani nuk mund të heshtësh më, i tha ai, duke e parë drejt në sy. Më thuaj të vërtetën. Çfarë po fsheh? Mira uli kokën. Trupi i saj dridhej. Arben, ka gjëra që nuk duhej t'i dije kur, por ndoshta është më mirë të dalin tani, para se gjithçka të bëhet edhe më e keqe. Ai u mbështet te muri, i lodhur, i dërmuar nga gjithçka. Thuaje, nën, s'mund të vazhdoj dot kështu. Ajo mori frymthell, sikur të donte të nxirrte nga shpirti një plagë të vjetër. Ti nuk je vetëm djali im, Arben, tha më në fund me një zë që i dridhej. Ti je edhe kujtimi i një dashurie të ndaluar që e ka mbajtur të fshehtë gjithë jetën. Arbeni e pa i ngrirë. Çfarë po thua? Çfarë do të thotë kjo? Mira ngriti kokën, dhe në sytë e saj kishte një dhimbje të tmerrshme, një e vërtetë që mund të shkatëronte gjithçka. Fjalët që shkundin zemrën. Arbeni u ndal si i ngrirë. Fjala që doli nga goja e nënës i ngjante një rrufeje që i përplasej në kokë. Ai nuk mund ta kuptonte çfarë donte të thoshte Mira. Dashuri e ndaluar. Përsëriti ai, me zë të dridhur. Ç'do të thotë kjo, nën? Mira mbylli syt për një çast, pastaj i hapi me lot. Arben, para se ti të vije në këtë botë, unë isha një grua e re, e dashuruar marrëzisht me një burr që nuk duhej. Ai nuk ishte burri im. Ishte dikush që më dha atë që burri yt i ligjshëm nuk më dha kurrë dashuri. Arbeni ndjeu sikur toka ju dridh nën këmbë. Nën, po ti ishe e martuar me babain tim. Ajo uli kokën. Po, isha e martuar, por zemra ime ishte diku tjetër. Dhe kur linda ty, nuk isha e sigurt kush ishte babai yt i vërtet. Arbeni u largua një hap, me duart që i dridheshin. Jo, kjo nuk mund të jetë e vërtet. Dyshimet që vrasin shpirtin. Në sallë, ndërkohë, të ftuarit prisnin. Disa filluan të largoheshin, të zhgënjur nga rëmuja që kishte ndodhur. Elira rinte ulur, me kokën mbi duar, e dërmuar nga turpi. Shoqja e saj më e ngushtë i tha: Mos qaj, Elira. Ndoshta kjo ishte një çmenduri momenti, do sqarohet. Por Elira tunte kokën. Jo, e ndjej se ka diçka më shumë. Nuk është e thjeshtë. Shikoje si u larguan. Arbeni dhe nëna e tij fshehin diçka. Ndërsa në korridor, Arbeni luftonte me fjalët e nënës së tij. Pse më thua tani, nën? Pse në ditën e dasmës sime? Thiri ai, i dëshpëruar. Mira i shtrëngoi duart, sepse e pash tek ti, tek sytë e tu. Je kaq i ngjashëm me të, me atë burr. Sa herë të shoh fytyrën e tij. Dhe sot, kur të pash me kostum, më dukeshe tamam si ai. Zemra ime nuk duroi më. Arbeni e tërhoqi dorën, duke u dridhur. Një ide frikshme i erdhi në mendje. Nëse ajo dashuri e ndaluar lidhej me familjen e Elirës, nëse kishte diçka që mund ta bënte martesën e tyre të pamundur, dyert që hapen drejt ferrit. Arbeni ndjente që çdo frymëmarrje i bëhej më e rëndë. Ai e kapi nënën për shpatullat dhe i tha: Mjaft fjalë të copëzuara. Më thuaj drejt, kush ishte ai burr? Kush është babai im i vërtet? Mira u kthye dhe pa dritaren, sikur donte të ikte larg. Pastaj u kthye sërish tek i biri.
Ishte një burr që ti e njeh, një burr që nuk duhet të përmendja kur. Ishte daja i Elirës. Arbeni u shtang. Zemra i rahu aq fort, sa mendoi se do të shpërthente. Çfarë? Thiri ai. Do të thot se unë dhe Elira? Mira nisi të qaj me zë, duke mbuluar fytyrën me duar. Po, birë. Mund të jeni gjak. Nuk isha kur e sigurt, por mundësia është shumë e madhe. Prandaj nuk duhej të lejoja këtë martesë. Në atë moment, dera e korridorit u hap me zhurmë dhe Elira hyri brenda. Fytyra e saj ishte e përflakur nga lotët dhe zemërimi. Çfarë po fshehni prej meje? Bërtiti ajo. Dua të di gjithçka. Dhe sekreti që Mira kishte mbajtur të fshehtë për një qerek shekulli. Po përplasej tani mbi kurrizin e dy të rinjve që sapo kishin filluar jetën bashkë. Përballja e Elirës. Elira qëndronte në derë, me sytë e kuq nga lotët dhe fytyrën e skuqur nga zemërimi. Zemra i rrihte si daulle. Ju po më fshehni diçka, tha ajo me zë që i dridhej, por i mbushur me forcë. Dua të më thoni gjithçka, këtu e tani. Arbeni u kthye nga ajo, i tronditur, i pafuqishëm. Elira është më e komplikuar se sa mendon. Por ajo bërtiti. S'më intereson nëse është e komplikuar. Është jeta ime, është martesa ime. A mos vallë e gjithë kjo është një farsë. Mira u përkul mbi karrigen në korridor, duke mbuluar fytyrën me duar. Fjalët nuk i dilnin, por lotët po e tradhtonin. Ishte koha që gjithçka të zbulohej, ndryshe do të ishte fundi. E vërteta që copton shpirtin. Mira më në fund ngriti kokën. Elira, bia ime, nuk dua të lëndoj. Por e vërteta është se kur linda Arbenin, nuk isha e sigurt kush ishte babai i tij i vërtet. Mund të ishte burri im, por mund të ishte edhe daja yt. Elira i ngriti duart në fytyrë, sikur donte të mbronte veten nga një goditje e padukshme. Çfarë? Përshpëriti ajo. Jo, kjo nuk është e mundur. Arbeni ju afrua, duke tentuar t'i kapte dorën. Elira, të lutem, më dëgjo, kjo nuk do të thot domosdoshmërisht se jemi gjak. Mund të jetë thjesht një frikë e nënës. Por Elira u tërhoq mbrapsht, duke klithur. Një frikë që na shkatëroi në ditën e parë. Pse nuk e thatë më parë? Pse u desh që të turpërohemi para gjithë botës? Mira nisi të qante më me dënesë. Sepse nuk pata kur guximin. Kam jetuar gjithë jetën me këtë faj. Dhe sonte, nuk munda ta përmbaja më. Salla shpërthen. Lajmi u përhap si zjarr. Dikush që kishte dëgjuar në korridor vrapoi brenda sallës dhe ua tha të gjithëve. Arbeni dhe Elira mund të jenë gjak. Në sekonda, salla shpërtheu në zëra, përshpëritje, thirrje. Mysafirët u ngritën nga vendet, disa kapën kokën, disa nisën të fyejnë, të tjerë të largoheshin. Kjo dasmë është mallkim, tha një plak. Kjo është turp për të dy familjet, shtoi një burr tjetër. Nëna e Elirës u ngrit në këmbë, duke bërtitur. Mira, ti na ke mashtruar. Na ke poshtëruar para gjithë njerëzve. Vajzën time e futët në një martesë të mallkuar. Arbeni u hodh me styre, duke u lutur me duar të hapura. Ju lutem. Ne nuk e dim ende të vërtetën. Duhet të presim, duhet të kërkojmë prova, të bëjmë analiza. Nuk mund të shkatërrojmë gjithçka kështu. Por askush nuk e dëgjonte. Muzika ishte fikur, dasma ishte kthyer në një betejë. Dhe në sytë të gjithëve, martesa që kishte filluar para pak orësh tashmë po shkatërrohej. Elira, me fytyrën e mbuluar nga lotët, vetëm tha. Nuk e di nëse mund të shoh më si burrin tim, Arben, dhe këto fjalë ranë si thik në zemrën e tij. Lutja e Arbenit. Arbeni u hodh para Elirës, i përulur, gati të binte në gjunjë. Elira, të lutem, mos më braktis tani. Ti je gjithçka që kam dashur ndonjëherë. Mos lejo që fjalët e nënës time të na shkatërrojnë. Elira e shikoi, e përplasur mes dashurisë dhe frikës. Arben, unë të dua, por nuk mund të jetoj me këtë hije mbi ne. A e kupton? Nëse kjo është e vërtet, atëherë lidhja jon është e mallkuar. Ai i kapi duart, duke i dridhur.
Atëherë do ta zbulojmë të vërtetën. Do të bëjmë analizat, do të kërkojmë prova. Por të lutem, mos e shkatëro këtë ditë. Mos e shkatëro jetën tonë pa qenë të sigurt. Elira uli kokën, lotët i rodhen si lum. Shpirti i saj luftonte mes dashurisë për burrin dhe frikës së tmerrshme që i rinte mbi kokë. Nënësia e shkatëruar. Mira qëndronte pranë murit, e mbështetur si një hije. Ajo dëgjoi çdo fjalë të tyre dhe zemra i digjej. Ajo e dinte se kishte hapur një plagë që ndoshta nuk do të shërohej kurrë. Nëna e Elirës ju afrua me sy që i digjnin nga urrejtja. Mira, ti nuk meriton të quhesh nën. Si guxove ta lësh këtë sekret të helmoj jetën e këtyre të rinjve. Mira uli kokën, e pafuqishme. Kam gabuar, e di, por unë kam vuajtur çdo ditë të jetës sime me këtë barë. Nuk e bëra nga ligësia, por nga frika, nga dobësia ime. Frika jote, bërtiti ajo, është turpi ynë sot. Fjalët e saj ranë si plumba. Mira e ndjeu trupin t'i dridhej, duke u rrëzuar në një karrige. Tani, më shumë se kurrë, e kuptoi se asgjë nuk do të ishte më si më parë. Dasma që vdiq para kohe. Në sallë kishte mbetur vetëm një heshtje e rëndë. Mysafirët, të lodhur nga zhurma dhe skandalet, kishin filluar të largoheshin një nga një. Tavolinat ishin gjysmë të mbushura. Muzikantët rinin në heshtje. Kameramani kishte ulur kamerën. Ajo që kishte qenë një dasmë e madhe, me qeshje dhe këngë, ishte kthyer në një varrim ëndrash. Arbeni pa përreth, fytyrën e të gjithëve të zymt, dhe ndjeu gjakun t'i vlonte. Jo, bërtiti ai me gjithë fuqinë. Kjo nuk është fundi ynë. Ne nuk do të lejojmë që e shkuara të na marrë të ardhmen. Por Elira nuk foli. Ajo e kishte larguar dorën nga e tij dhe shikimi i saj i humbur tregonte se nuk ishte më aty. Në atë moment, ai kuptoi se lufta e tij sapo kishte filluar. Dhe nuk ishte vetëm luftë për dashurinë, por edhe për të vërtetën. Heshtja që vret. Pas largimit të shumicës së mysafirëve, në sallë mbetën vetëm pak njerëz. Familjarët më të afërt dhe disa shok të Arbenit. Tryezat ishin boshatisur. Dritat u dukeshin të zbehta dhe muzika ishte shuar. Elira ishte ulur në një qoshe, pa i thënë asnjë fjalë. Ishte bërë si një statuje e ngrirë. Arbeni ju afrua, i përkulur, dhe i foli me zë të ulët. Elira, të lutem, më jep një shans. Nuk mund të lëm gjithçka të vdes sot. Ajo ngriti kokën, e përlotur. Nuk e kupton. Nuk është vetëm mes nesh. Këtu janë përfshirë mëkatet e brezave, sekrete që nuk do të duhej të ekzistonin. Nuk është thjesht një martesë, është një plagë. Arbeni ndjeu zemrën t'i shpohej, por vendosi që nuk do të dorëzohej pa zbuluar gjithçka. Vendimi i Arbenit. Të nesërmen në mëngjes, kur dielli mezi po ngrihej mbi qytet, Arbeni u ngrit me një vendim të qartë. Nuk mund të jetonte më me dyshime. Ai ju drejtua nënës. Nën, mjaft. Sot do të më thuash gjithçka. Dua emrin, vendin dhe çdo hollësi. Nuk do të jetoj me këtë mister mbi kokë. Mira u drodh. Syti kishte të fryrë nga pagjumësia dhe lotët. Arben, kjo rrugë do të lëndoj. Kam frikë se nuk do të më shohësh më kurrë si nën, kur të mësosh të vërtetën. Ai e shtrëngoi dorën me forcë. Do të më lëndoj më shumë të jetoj në errësirë. Pas një heshtje të gjatë, Mira më në fund tha: ai njeri është ende gjallë, është daja i Elirës, dhe ai e di gjithçka. Arbeni u ngrit si i djegur. Ishte koha ta përballonte. Takimi i parë me hijen e së shkuarës. Arbeni u nis drejt shtëpisë së dajës së Elirës, një burr i fuqishëm, i respektuar, por edhe i përfolur për të kaluarën e tij të errët. Rrugës, zemra i rrihte fort, por vendosmëria e mbante në këmbë. Kur dera u hap, një burr i vjetër, me flokë të thinjur dhe sy të mprehtë, e pa drejtë në fytyrë. Arben, tha ai, me një buzëqeshje të çuditshme. E prisja këtë ditë. Arbeni u shtang. E prisje. Pyeti ai, i habitur. Daja u ul në një karrige dhe ndezi një cigare. Tymrat mbushën dhomën si një re e rëndë. Po, sepse sekretet nuk jetojnë për gjithmonë.
Ti doje të dije kush je, dhe unë jam i vetmi që mund të ta them. Arbeni e kuptoi se hapi i parë drejt Ferit kishte nisur. Heshtja që vret. Pas largimit të shumicës së mysafirëve, në sallë mbetën vetëm pak njerëz. Familjarët më të afërt dhe disa shok të Arbenit. Tryezat ishin boshatisur, dritat u dukeshin të zbehta dhe muzika ishte shuar. Elira ishte ulur në një qoshe, pa i thënë asnjë fjalë. Ishte bërë si një statuje e ngrirë. Arbeni ju afrua, i përkullur, dhe i foli me zë të ullët. Elira, të lutem, më jep një shans. Nuk mund të lëm gjithçka të vdes sot. Ajo ngriti kokën, e përlotur. Nuk e kupton. Nuk është vetëm mes nesh. Këtu janë përfshirë mëkatet e brezave, sekrete që nuk do të duhej të ekzistonin. Nuk është thjesht një martesë, është një plagë. Arbeni ndjeu zemrën t'i shpohej, por vendosi që nuk do të dorëzohej pa zbuluar gjithçka. Të nesërmen në mëngjes, kur dielli mezi po ngrihej mbi qytet, Arbeni u ngrit me një vendim të qartë. Nuk mund të jetonte më me dyshime. Ai ju drejtua nënës. Nën, mjaft. Sot do të më thuash gjithçka. Dua emrin, vendin dhe çdo hollësi. Nuk do të jetoj me këtë mister mbi kokë. Mira u drodh. Syti kishte të fryrë nga pagjumësia dhe lotët. Arben, kjo rrugë do të lëndoj. Kam frikë se nuk do të më shohësh më kurrë si nën, kur të mësosh të vërtetën. Ai e shtrëngoi dorën me forcë. Do të më lëndoj më shumë të jetoj në errësirë. Pas një heshtje të gjatë, Mira më në fund tha: ai njeri është ende gjallë, është daja i Elirës, dhe ai e di gjithçka. Arbeni u ngrit si i djegur. Ishte koha ta përballonte. Arbeni u nis drejt shtëpisë së dajës së Elirës, një burr i fuqishëm, i respektuar, por edhe i përfolur për të kaluarën e tij të errët. Rrugës, zemra i rrihte fort, por vendosmëria e mbante në këmbë. Kur dera u hap, një burr i vjetër, me flokë të thinjur dhe sy të mpret, e pa drejtë në fytyrë. Arben, tha ai, me një buzëqeshje të çuditshme. E prisja këtë ditë. Arbeni u shtang. E prisje. Pyeti ai, i habitur. Daja u ul në një karrige dhe ndezi një cigare. Tymrat mbushën dhomën si një re e rënd. Po, sepse sekretet nuk jetojnë për gjithmonë. Ti doje të dije kush je, dhe unë jam i vetmi që mund të ta them. Arbeni e kuptoi se hapi i parë drejt Ferit kishte nisur. Fillimi i rrëfimit. Daja i Elirës ndezi një cigare dhe shikoi Arbenin me një sy të thellë, plot mister. Arben, ti je më shumë se sa thjesht djali i nënës tënde. E vërteta që kërkon nuk është e lehtë, dhe nuk është vetëm për ty. Arbeni u ul përballë tij, me trupin të tensionuar dhe duart që i dridheshin. Më thuaj gjithçka. Nuk dua më fshehtësi. Daja e nxori frymën e thellë. Mira ishte e re, kaq e re dhe e pasigurt. Dashuria e saj për mua nuk mund të ishte e hapur, por ajo më deshi. Dhe unë e desha. Arbeni u ngrit një hap pas, i habitur dhe i tronditur. Çfarë? Ti ishe ai që e? Po, tha Daja. Para se të lindje ti, kishte diçka midis nënës tënde dhe meje. Dhe kur lindi, unë kur nuk e di nëse isha babai i vërtet. Dyshimet që shkatërojnë. Arbeni ndjeu gjakun t'i ngrihej në fytyrë. Zemra i rrihte kaq fort sa mendoi se do t'i shpërthente kraharorin. Kjo do të thot, mund të jem vëlla i Elirës? Pyeti ai, me zë të dridhur. Daja e tij u ngrit dhe i tha me ton të ngurtë. Nuk mund të them me siguri, Arben. Për këtë duhet prova. Por një gjë është e qartë. E gjithë kjo histori ka çuar në gabime që nuk duhej të ndodhnin. Arbeni u rrëzua në karrige, i pafuqishëm. Mendimet i rrotulloheshin. Dasma, buzëqeshja e Elirës, puthja e nënës. Të gjitha tani ishin mbushur me një hije të errët dyshimi. Nuk mund të lë që kjo të na ndaj, tha ai, duke u ngritur. Por duhet të zbulojmë të vërtetën, një herë e mirë. Vendimi për të hetuar. Arbeni vendosi me një herë. Ai nuk mund të priste më. Nuk mund të jetonte me frikë dhe dyshim. Do të bëjmë testin e Adnes, tha ai me vendosmëri. Sot. Nuk ka më pritje.
Daja e Elirës e pa me admirim dhe frikë njëkohësisht. E di që kjo është e drejtë, por dije, Arben, të vërteta që dalin shpesh djegin më shumë se sa të reme. Arbeni u ngrit dhe tha, po djegin, por është më mirë të di se çfarë është e vërtet se sa të jetoj me gënjeshtra. Ai u kthye drejt shtëpisë së tij, i vendosur të bëjë gjithçka që ardhmja e tij dhe Elirës të mos shkatërohet nga një sekret i fshehur. Analiza e ADN-s. Disa ditë më vonë, Arbeni dhe Elira u ulën në laboratorin e privatizuar. Një specialist i qetë, por i ftohtë, po përgatiste mostrat. Testi do të tregojë të vërtetën, tha ai. Pas disa orësh do të kemi rezultate të sakta. Arbeni shikonte Elirën, e cila ishte mbërthyer nga frika dhe ankthi. Çfarë do të ndodhë nëse, filloi ajo, por nuk mundi të mbaronte fjali. Arbeni e kapi dorën dhe e mbajti fort. Çfarë do që të ndodhë, ne do të jemi së bashku. Por në zemrën e tij një frikë e thellë po rritej. Çfarë nëse dyshimet e nënës ishin të vërteta? Çfarë do të ndodhte me martesën e tij, me dashurinë e tij? Rezultatet e frikshme. Orët kaluan ngadalë. Një letër me rezultatin e testit qëndronte mbi tryez, e mbyllur. Arbeni e mori me duar të dridhura. Është koha, tha ai, dhe me dorën e dridhur e hapi. Rezultati tregonte një gjë të qartë. Arbeni nuk ishte gjak i drejt për drejt i dajës, por kishte lidhje të ngushtë me nënën e tij, siç pritej. Ai nuk ishte vëllai i Elirës, dhe asgjë nga dyshimet nuk ishte e vërtetë. Elira u lehtësua aq shumë sa lo të tiran në fytyrë. Arben, nuk jemi të lidhur. Nuk jam e martuar me dikë që është gjaku im. Arbeni e përqafoi me forcë. E di. Tani mund të fillojmë jetën tonë pa frikë. Përballja e familjes. Me rezultatin në dorë, Arbeni vendosi të kthehej në shtëpi dhe të përballonte të gjithë familjen. Ai shkoi te nëna e tij. Nën, e di gjithçka. Nuk ka sekrete që mund të na ndajnë më, por duhet të dish se çdo gjest i dhimbshëm që bëre do të mbahet mend. Mira uli kokën. E di, bir, kam gabuar, por e bëra nga frika dhe dashuria e ndaluar. Arbeni shikoi Elirën dhe pastaj të gjithë familjen e saj. Tani e dim të vërtetën. Asgjë nuk do të na ndajë, përveç nëse e lejojmë. Por secili gabim ka pasoja. Sot ne do të fillojmë të ndërtojmë përsëri atë që u shkatërua. Dhe për herë të parë që nga dita e dasmës, dielli dukej sikur po ndriçonte mbi shtëpi dhe zemrat e tyre. Rindërtimi i besimit. Pas lajmit të testit të ADN-s, Arbeni mori guximin të fliste me Elirën për herë të parë qetësisht. Elira, e di që shumë gjëra u thyen, por dua të ndërtojmë besimin nga e para. Nuk mund të kthejmë ditën e dasmës, por mund të ndërtojmë të ardhmen. Elira e shikoi, lotët e saj duke ndriçuar fytyrën. Do të provoj, Arben. Do të provoj që të besoj. Por duhet kohë, shumë kohë. Arbeni e mbajti dorën dhe buzëqeshi. Koha nuk na tremb. Dashuria jon është më e fortë se sekreti më i errët. Pajtimi me të shkuarën. Mira qëndronte në qoshe, duke ndjer peshën e fajit. Arbeni ju afrua dhe i tha: Nën, e di që gabove, por të fal. Tani duhet të mësojmë nga e shkuara dhe të mos e lejojmë të na shkatërrojë. Ajo shpërtheu në lot dhe e përqafoi. Bir, faleminderit që ke zemër kaq të madhe. Nuk e meritoja këtë mirësi. Dhe për herë të parë, ajo ndjeu se barën e fshehur e kishte shpërndar, duke i dhënë mundësinë familjes të rigjej paqen. Një fillim i ri. Disa javë më vonë, Arbeni dhe Elira vendosën të festonin një ceremoni të vogël, vetëm me familjen më të afërt, për të shënuar fillimin e ri. Salla ishte e qetë, buzëqeshjet dhe përqafimet mbushnin hapësirën. Elira ju afrua Arbenit. Nuk ka asgjë më të rëndësishme se ky moment. Tani e di që dashuria jon mund të përballojë gjithçka. Arbeni e përqafoi fort dhe tha: Çfarëdo që të ndodhë më pas, ne jemi bashk. Ky është fillimi i ri. Mira dhe familja e Elirës i shikoni me lot gëzimi, duke kuptuar se, me gjithë errësirën e së shkuarës, drita e dashurisë kishte mbetur e gjallë. Rindërtimi i marrëdhënieve.
Ditët kalonin dhe Arbeni dhe Elira punonin për të rindërtuar besimin e tyre. Ai e çonte çdo mëngjes për kafe. Ajo e priste me buzëqeshje të ngrohta. Çdo ditë që kalojmë së bashku, tha Arbeni një mëngjes, ndjej se dashuria jon po bëhet më e fortë se çdo sekreti. Elira e shikoi dhe buzëqeshi për herë të parë pas shumë javësh. Është e vërtet. Nuk është e lehtë, por ndjej se po rri më këmbemi. Falja e nënës. Mira kishte mbetur pas, duke parë se fëmijët e saj po gjenin lumturi. Një ditë, ajo u ul pranë Elirës dhe tha me zë të butë: "Bia ime, dua të them një gjë. Më fal. E di që gjesti im i çmendur të lëndoi, por dashuria ime ishte më e madhe se çdo tjetër gjë." Elira e shikoi për një moment, pastaj e përqafoi: "Të fal, nën. E di që dashuria nuk mund të ishte më ndaluar se sa ajo që ndjejmë sot." Kjo përqafim i dha të gjithë familjes mundësinë të ndjente një lehtësim të madh. Një ditë e qetë. Një mëngjes dielli, Arbeni dhe Elira dolën në park, duke mbajtur duart dhe duke qeshur. Një kafshat e vogël lumturie ishte kthyer në jetën e tyre. "Shiko," tha Elira, duke treguar për një çift të moshuar që ecnin pranë. Dashuria e tyre duket sikur nuk ka përfundim. Arbeni e shikoi dhe buzëqeshi. "Ashtu do të jetë edhe për ne. Nuk do të lejojmë asgjë të na ndajë." Në atë moment, gjithçka që kishte ndodhur më parë, dhimbja dhe dyshimet, dukej sikur ishin thjesht hije që largoheshin nga drita e një fillimi të ri. Një familje e bashkuar. Pas krizës së madhe, të dy familjet filluan të përpiqen të kuptonin njëri tjetrin më mirë. Arbeni dhe Elira organizuan një darkë të vogël në shtëpi, vetëm për të afërmit. "Sot nuk ka fyerje," tha Arbeni, duke buzëqeshur. "Vetëm dashuri dhe respekt për njëri tjetrin." Të gjithë ishin të shqetësuar në fillim, por pas disa minutash, zërat e qeshjes dhe përqafimet filluan të mbushnin sallën. Forcimi i lidhjes. Elira dhe Arbeni nisën të kalojnë më shumë kohë së bashku, duke folur hapur për frikërat dhe ndjenjat e tyre. "Nuk e dija që do të ndihesha kaq e fortë pas gjithë kësaj," tha Elira. "Dashuria jon na ka bërë më të fortë," i përgjigjej Arbeni. "Sekretet dhe sfidat që kaluam na treguan se mund të përballojmë gjithçka bashk." Ky moment i ndihmoi të dy të kuptonin se marrëdhënia e tyre mund të përballojë edhe provat më të vështira. Një mëngjes, Mira dhe nëna e Elirës u ulën së bashku, duke folur për të shkuarën dhe duke ndarë kujtime. "Nuk mund të ndryshojmë atë që ka ndodhur," tha Mira, "por mund të ndihmojmë që fëmijët të kenë një jetë të lumtur." Nënat u përqafuan dhe ndjen një lehtësim të madh. Tani, e kaluara nuk ishte më pengesë, por një mësim për të ardhmen. Në anën tjetër, Arbeni dhe Elira, duke shikuar përreth, ndjen se ardhmja e tyre ishte e sigurt. Dashuria dhe respekti për njëri tjetrin po i bashkonte më shumë se kurrë. Mësimet e nënës. Mira qëndronte e vetme në verandë, duke parë diellin që ngrihej mbi qytet. Mendimet i shkonin pas çdo gabimi të bërë. "Tani e kuptoj," i tha vetes. "Dashuria nuk duhet të jetë e fshehur. Duhet të përballem me çdo të vërtet, edhe kur dhemb." Ajo vendosi të jetë më e hapur dhe të ndihmojë Arbenin dhe Elirën të ndërtojnë jetën e tyre pa barë të fshehtë. Forcimi i Elirës. Elira filloi të ndjente një forcë të re brenda saj. Ajo kuptoi se dashuria nuk është vetëm për të marrë, por edhe për të falur dhe për të kuptuar. "Nuk është e lehtë," i tha Arbenit një ditë në park, "por ndjej se kemi mundësinë të bëjmë diçka të bukur së bashku." Arbeni e shikoi dhe i tha me një buzëqeshje të ngrohtë: "Asnjë pengesë nuk është më e madhe se ajo që kemi për njëri tjetrin." Bashkimi i familjes. Familja e Elirës dhe Mira takoheshin shpesh, duke folur hapur për çdo gjë që i shqetësonte. Një darkë e thjeshtë në obor, me të qeshura dhe kujtime, i bëri të kuptonin se lidhjet e forta nuk thyhen lehtë. "E kaluara na mësoi shumë," tha Arbeni, "por e ardhmja na përket neve." Të gjithë e kuptuan se dashuria dhe respekti janë themeli që i mban familjet së bashku. Arbeni u ul pranë Elirës një mbrëmje, duke folur për të ardhmen. "Mendoj që duhet të bëjmë diçka të veçantë," tha ai. "Një fest për të gjithë, ku të tregojmë se dashuria mund të fitojë mbi çdo pengesë." Elira e shikoi dhe buzëqeshi.
Është një ide e bukur. Të gjithë kanë nevojë të ndjejnë se çdo gjë mund të rregullohet. Ata filluan të planifikonin një festë të thjeshtë, por të ngrohtë, me familjet dhe miqt më të afërt. Dita e festës erdhi shpejt. Arbeni dhe Elira bashkëpunuan me të dy familjet për të përgatitur sallën dhe dekorimet. Jam e lumtur që po punojmë së bashku, tha Mira duke rregulluar lule. Kjo është hera e parë që ndjej kaq qetësi, shtoi nëna e Elirës. Të gjithë ndjenë se ky aktivitet i përbashkët po forconte lidhjet midis familjeve dhe po shëronte plagët e së shkuarës. Pjesa 42, festa e dashurisë. Kur mysafirët mbërriten, sallën e mbushën qeshjet dhe bisedat e ngrohta. Arbeni dhe Elira qëndronin dorë për dore, duke shijuar momentin. Kjo është e bukur, tha Elira, duke shikuar të gjithë të qeshur. Po, u përgjigj Arbeni. Dashuria dhe respekti mund të ndriçojnë gjithçka. Festa shërbeu si një simbol i pajtimit, ku e kaluara nuk mund të prishte më lumturinë e tyre. Një moment i veçantë. Gjatë festës, Arbeni dhe Elira u ulën pra një dritareje që shikonte oborrin me lulet e freskëta. Shiko, tha Arbeni, çdo gjë që kaluam na bëri më të fortë. Tani mund të shohim të ardhmen pa frikë. Elira buzëqeshi dhe i tha, po, çdo pengesë që kaluam na tregoi se dashuria jon është më e madhe se çdo sfidë. I gjithë ambienti ishte i mbushur me ngrohtësi dhe qetësi, duke reflektuar një fillim të ri. Bashkimi i plot i familjes. Mira dhe nëna e Elirës vendosën të qëndronin pra njëra tjetrës, duke parë të rinjt dhe duke ndjerë gëzimin. Nuk e besoja se do ta shihja këtë ditë, tha Mira me lot gëzimi. Asun, u përgjigj nëna e Elirës. Por tani e kuptojmë se bashkimi dhe falja janë më të fuqishme se çdo gabim. Të gjithë të afërmit ndjen një ngrohtësi të veçantë dhe një ndjenjë re shprese mbushi sallën. Një fillim i lumtur. Në fund të ditës, Arbeni dhe Elira u përqafuan në obor, duke shikuar diellin që perëndonte mbi qytet. Kjo është jeta jon tani, tha Arbeni. Pa sekrete, pa dyshime, vetëm dashuri dhe respekt. Elira e shikoi dhe buzëqeshi. Po, është një fillim i ri, një fillim i lumtur. Të gjithë e dinin se sfidat e së shkuarës ishin mësuar, por dashuria dhe besimi kishin fituar mbi çdo pengesë. Dhe kështu, historia e tyre përfundoi me shpresë, lumturi dhe një familje të bashkuar.